Pas emërimit të Ervin Hoxhës në postin e ministrit brendshëm dhe të Ilir Prodës në detyrën e drejtorit të policisë së shtetit, situata e rendit dhe sigurisë publike në Shqipëri ka hyrë në një fazë alarmante. Policia ka humbur kontrollin mbi territorin dhe nuk arrin të përballojë krimin si në qytete ashtu edhe në zonat rurale. Por më tepër në nivele të caktuara drejtuese të policisë ekziston një përfshirje e qartë në rrjetet kriminale. Në përpjekje për ta maskuar këtë dështim total dhe për të krijuar një fasadë të rreme të angazhimit për sigurinë, kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë një akt të paprecedent rikthimin e një strukture të ngjashme me grupet e bashkëpunimit vullnetar të kohës së diktaturës. Me vendimin e qeverisë të datës 28 maj 2025 është miratuar ngritja e një organizate me policë vullnetar në komunitet, të cilët do të funksionojnë si ndihmës të policisë së shtetit. Ky vendim përbën një ringjallje të plotë të praktikave të regjimit të kadriazbiut dhe sigurimit të shtetit. Policët vullnetar do të kenë të drejtën të patrullojnë në lagje, në transport publik, në stadiume, plazhe, aeroporte, terminale dhe institucione arsimore, si edhe të mbledhin informacione me interes për policinë pa ndonjë kriter të qartë ligjor apo etik. Vendimi përcakton që policët vullnetar mund të angazhohen deri në 25 orë në javë, por nuk specifikon nëse do të paguhen, duke lënë hapur mundësinë që të përdoren si punonjës informal ose si patronazhist të legalizuar të qeverisë. Sipas dokumentit zyrtar, ata do të ndjekin individ të dyshuar dhe do të mbledhin të dhëna për kërcënime ndaj rendit dhe sigurisë, ndërkohë që vetë policia e shtetit vazhdon të jetë jo funksionale në luftën kundër krimit të organizuar. Në praktikë ky rrjet policësh vullnetar nuk është gjë tjetër veç se një strukturë përgjimje e përhapur në të gjithë territorin në funksion të kontrollit shoqëror dhe mbledhjes së informacionit për qëllime politike. Kjo nuk është hera e parë që Edi Rama eksperimenton me modele të tilla. Në vitin 2019 ai kishte miratuar një vendim të ngjashëm për rekrutimin e një grupi të ngushtë spionësh me përvojë. Tani përmasat janë shumë të mëdha dhe përfshin gjithë Shqipërinë. Sipas informacionit të siguruar nga burime brenda qeverisë, synohet rekrutimi i të paktën 6.000 policëve vullnetar që do të funksionojnë si syt, veshët dhe goja e shtetit në çdo komunitet. Ky veprim është një sinjal i qartë se pushteti ka humbur mbështetjen reale të strukturave shtetërore dhe është detyruar të kthehet tek forma primitive e kontrollit politik dhe social. Vendimi përbën një ndërhyrje të rrezikshme në jetën private të qytetarëve dhe rihap plagët e një historie të errët të shtetit totalitar.